Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Binjakëve. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është Asi i Kupës. Në fakt Asi i Kupës vjen gjithmonë si një dritë pas dhimbjes, ankthit të mëparshëm apo të kaluar. Të dashur binjakë, zemra jote është gati të hapet sërish, pas gjithë asaj që ke kaluar ose po kalon ende. Po vjen një fillim i ri, ka ndjenjë të mirë dhe do të bëj të ndihesh bukur. Një takim i ri, një ndjesi paqe, një ftesë për të dhënë dhe marrë dashuri pa frikë, pa menduar. Dhe mesazhi është mos e mbyll veten. Mos u frikson nga gjërat që ka ndodhur dhe tani të si i themi ne, të fryesh dhe kosit pasi je djegur nga qumshi, apo jo? Jepi vetes leje, në një farë mënyrë të ndjesh, të afrohesh, të besosh. Nëse dikush apo diçka të troket në portën tënde emocionale, hape. Nëse ti vetë po ndjen një ngrohtësi të re brenda teje, mos e shuaj, po ushqeje. Është një dritë, është një ndjenje bukur, është një risi, është një lajm, është diçka sikur vërtet do të përmbush emocionalisht të dashur binjak. Këtu ka dhe një mesazh tjetër, të gjithë ata që duan të bëhen prindë. Është një ngjizje, një fëmijë që është vajzë, nga që është me energji femërore. Të dashur, sido që të jetë diçka e re, po ju pret pas një shqetësimi, brengje, problemi, dhimbje, ankthi, çfarëdo që të keni patur, është ajo drita që gjithë e presim kur qëndrojmë një kohë në errësirë. Pra, hapini duart dhe përqafojeni këtë gjë të bukur që po ju vjen.